A ka drejt prindi me vendos për djalin 30 vjeçar me nda prej grus mas 8 vjet martese pa arsye të ranë? Ka drejt nëse djali o trullan. Ka drejt. Nëse djali është burr tamam, nëse djali ka dizginat e jetës vet, vollonin e jetës vet, në dorë vet, s'ka drejt. Na adim se në Islam prindi duhet mu respektu. Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu i ka thonë djalit vet lësho gruan, ai s'ka dash me lëshu, ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ja Rasulullah baba po më thotë lësho gruan. Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë goja Omerin. Po ulemat kur e kanë komentuar këtë rast, kanë thonë ai kon Omer ibn al-Khattabi. Burri mas e Bubekrit më i miri i ummetit. Rast tjetër në histori nuk ka që baba më i thonë djalit lësho gruan dhe ky amen me po. Ka dal. Duhet më këshyr sanet. Pse? Të drejtën për shkurërzim ekstra e ka vetëm burri. Mirë kuptim, po me pas me babën, mirë kuptim me nanën. Nëse baba po do me shkurërzu rejen e vetë, du të më hull me djalin me thonë, o birë, qështu gruja jote. Edhe ti mi këqyrë masën e sanët, a pja vlen, a si a vlen, a ma i madhë domja dobija, a mundët mu përmirësu që e problemi bashortës, a ki fmi, a s'ki, a ja vlen mi sakrifiku jetën tane, fmit e tu, të armën tane, të armën e grus, për një idhënim, për një teket babës. Se na prind tanë nuk i kemi në kategorinë e Omer ibn Khattabit, që prind tanë më konë të ati nivellit që me ju tutë Allahut. Omeri ju tutë edhe një deve kur ka ecë në për rrugët e largët, ati ka thonë, mos po i thejet kama unë e tu konë kryetari muslimanve si kom nërë që rrugët, që shduhet, pasaj më lypë llogarit deve janë ditë kiametit. Si kemi që si prindër. Prandaj, nëse babës tem, ose babës tanë, ju ka tek që ja ka pru pak me vones kafën në reja, edhe ta shumë du me lëshu se, a dikush jam unë jam këtu baba në këtë shpi, unë bërtas, unë foli, unë lëshej kur du rejen, ka dal, se ajo ka një burri cili kullët për ta. Jemi përmengu babën deri në maksimum, po nuk jemi mi po zullëm rejes. Prandaj, djemve të ri ju këshilloj, tregojeni pak personalitetin e juj, jo forcën e juj, jo rebelimin e juj ndaj prindërve. Ama tregojeni be që jeni burra dhe ju. 30 vjet i ke bo, ki grua. Halati të më thonë, baba të kallëzën edhe nona të kallëzën kur me që gruan të prindë të vetë, nuk kanë rregull. Respekt për babën e për nanën. Por janë të senet cila duhet me met mes burrit dhe grus. Respektoni babën në ndër maksimum, edhe ju rejat, edhe ju djemt, ama jo më bo ka pada i baba dhe me shtramu kapuqin kur du në elshoj rejen kur du e marrë. Jo, se dhe ajo ka shpirt.